Hamër lull. Nga Afina Rame, pyesin ku I ke shokët. Jam duke kaluar të gjitha këngët muzikore të cilat kemi parë në përfushata ndër vite, sepse muzika nuk është vetëm sot, por ka qenë një nga elementet që na ka shoqëruar për çdo fushatë. Dua të ndalem pak tek kënga e njohur Kjo është kënga legjendare që aso kohë Edi Rama, si kryetar bashkie, bëri për të marrë një nga mandatet e tij, e cila rezultoi shumë e suksesshme. Pati dhe një seri të dytë në Se arsye nuk është e pamundur, në rast se ne jemi të gjithë bashkë. Reke, ti më thripo to, jemine, së përqimi jemine, si në opozit apo kur ka qenë kryetar bashkie, Rama ka qelluar për sa I përket këngëve që ka përzgjedhur. Kur erdhi në pushtet, duket se e la hip-hopin për ca kohë dhe filloi të shkonte drejt Tallavas. Kjo është Ndërkohë që duket që zoti Basha, edhe pse nuk ja qelloi të bëjë kryeministër, të paktën pjacën për sa I përket muzikës, kësaj here e ka çuar lart me Unikatilin. Se si do shkojnë diset politike për këtë fushat, vetëm sa ka nisur. Repi do t'jetë kryefjala e kësaj fushate, se kur do të shfaqet zoti Berisha dhe kë do zgjedhë nuk e dim, por mendoj që duhet t'i japim një nisëm. Shkojmë tek Elineli. Më thonin se cila është kënga më e bukur dhe kush nga liderët po ja qëllon me tekstet muzikore.